Misteri Schumacher, shoku i skuadrës, ofrova ndihmë që të zgjohej, gruaja e tij refuzoi. Legjenda e Formula 1-s, Riccardo Patrese, ka zbuluar përpjekjet e tij për të ndihmuar në zgjimin e Michael Schumacher pas aksidentit tragjik të Gjermanit në Alpe në vitin 2013. Megjithatë, ai pranon se oferta e tij nuk gjeti kur përgjigje pasi gruaja e Schumacher preferoi të mbronte privatësinë e tij. Shëndeti i 7 herë kampioni të botës ka mbetur një sekret i ruajtur me kujdes që kur ai pësoi dëmtime serioze në tru në një aksident me ski. Patrese, tani 71 vjeç, ishte shok skuadre me Schumacher tek ekipi i Benetton në vitin 1993 dhe miqësia e tyre vazhdoi edhe pasi italiani u tëroi që nga Formula 1 në vitin 1994. Veterani Formula 1 foli së fundmi për lidhjen e tyre të veçantë përmes futbollit, ndërsa luanin së bashku në ndeshje bamirësie para aksidentit fatal që ndryshoi jetën e Schumacherit përgjithmonë. Sipas raportimeve, Patrese zbuloi qëllimin e tij për ta vizituar atë për ta ndihmuar të shërohej duke besuar se një zë i njohur mund ta ndihmonte. Dhe pastaj ndodhi aksidenti. Është një moment shumë i trishtueshëm. E dini, ndonjëherë kur dëgjoj një zë të njohur, disa zgjohen, e njohin atë zë, tha Patrese i përlotur.